Tetori është saktuar si muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në gjithë botën për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ të kësaj sëmundje. Në kuadër të këtij muaji, kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje grave dhe vajzave që të kujdesen për veten duke bërë mamografin. Nëpërmjet një postimi në Facebook, kreu i qeverisë u bën apel të kryen kontrollet mjekësore për të parandaluar këtë sëmundje. Por të gjitha gratë dhe vajzat që ende nuk kanë bërë një mamografi, tashmë ata mund ta bëjnë falas në spitalin rajonal në vend banimi në cilin ato jetojnë. Në mbar botën, kanceri është një nga 3 shkaqet më të shpeshta të vdekjes së parakohshme tek gratë në moshën 70 vjeç. Ndaj qëllimi i kryerjes së analizave është parandalimi i hershëm i sëmundjes dhe rritja mundësive për një shërim të plot. Doktor Ibrahim Avdia, mjek kirurg i njësisë së kirurgjisë onkologjike dhe terapisë intensive, ju ka bërë thirrje të gjitha grave dhe vajzave që shfrytëzojnë këtë muaj dhe të bëjnë kontrolle për kancerin e gjirit. Të dashura gra dhe vajza, sot është 1 tetori, muaji i sensibilizimit të luftës kundër kancerit të gjirit. Ju bëj thirrje që të vini të shfrytëzoni të gjitha mundësitë për të bërë ekzaminimet mamografike dhe ekografike dhe çdo vizitë tjetër në të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin këto ambulanca, mamografi të lëvizshme, qendra spitalore, qendra terciare, për të bërë një diagnozë sa më të hershme. Diagnostikimi i hershëm është baras me jetë. Kanceri i gjirit kur diagnostikohet e hershëm është mbi 90% të rasteve i shërueshëm. Diagnoza e hershme dhe ekzaminimet histopatologjike, testet biomolekulare që themi ne, bëjnë që të realizojnë trajtimin sa më adekuat dhe sa më shkencor të kancerit të gjirit. Çdo kush që ka pasur në familje një rast me kancer gjiri, të nxis motrën e vet, nenën e vet, komshien e vet, të njëjtën e vet, të vej të bëjë një mamografi kudo që ajo do të mundet. Të sëmundje, po të bëjmë të gjithë bashkë, ne ja dalim. Arrim ta mposhtim. Edhe një herë ju lutem, shfrytëzojeni këtë muaj, shfrytëzojeni maksimalisht për të bërë sa më shumë ekzaminime mamografike dhe ekografike për të diagnostikuar sa më shumë raste të reja për të fituar jetë. Edhe presidenti Bajram Bega i theksoi rëndësinë e diagnostikimit të hershëm për parandalimin e kësaj sëmundje.